Përshëndetje dhe mirë se rikthyer në një tjetër video të kanalit tim. Ju që jeni të rinj, mirë se erdhët. Unë jam Danja dhe ju ndodheni tek Danja's Channel. Sot është momenti që të gatuaj, sepse kaq ditë kam qenë pak e ngarkuar, jam marrë me editime, me filmime të tjera në tash, edhe nuk kam patur mundësi. Kështu që vendosa të gatuaj qiqra. Juve recetën e qiqrave e dini, sepse kam bërë tek një video tjetër, në qoftë se nuk e keni parë dhe jeni të interesuar, doni ta shikoni se si është, edhe ta gatuani vetë, po ja u le tek ija këtu më duhet të del, edhe mund të futeni ta shikoni, ta gatuani dhe vetë. Sepse atë recetë do përdor unë prapë, edhe duke qenë se qiqrat i bëj shumë rrallë, sa e që kam dëshirë që t'i bëj, domethënë, futem edhe shikoj recetën time. E që si më me rëndësishmja për qiqrat, që ta keni parasysh, është që, më thënë tani, është që duhen lënë një ditë më përpara në ujë të bollshëm, fryen ato, bëhen të mëdha, edhe pastaj të nesërmen janë gati për gatim. Thënë kjo, fillova sot një vlog të ri, sepse nuk kam bërë asgjë, edhe duhet shikoni video. Po përveç kësaj, arsyeja pse e nisa unë vlogun është sepse sot ne do shkojmë tek shtëpia e Marias prap, duke qenë se tani është kompletuar, jam vendosur të gjitha mobiljet, jam vendosur tavolina me karigjet, mobilja e televizorit, ka marrë Maria shumë dekore dhe i ka shpërndar, i ka vendosur në përshpi, edhe është për kaq e bukur, nuk e di. Po mendoj që të mbaroj të gatuar i qiqrat, të ha, edhe ti këtja fut për para se të vinë pjesa tjetër, se e kemi lënë që sot në orën 5 të mblidhem janë deri më herë. Por unë nuk mund të pres deri në orën 5, sepse unë e pëlqej shumë atë shtëpi dhe dua vetë të rjatime shumë. Ja dhe mami. Ha me mame. Ja mami po gatuam. Qiqra. One eternity later. Qiqrat janë gati, por kam përshtypje që nuk do më pëlqejnë, sepse janë hapur, janë bërë tru, janë zgjerë shumë se që prisja. Pavarësisht se i kam bërë me të njëjtën mënyrë siç i kisha bërë edhe herën e kaluar që ju thash tek videoja, por unë e vura re që nuk po ma mbushnin syrin, të them të drejtën, që në momentin që i hodha qiqrat në ujë, ndoshta kanë qenë qiqra ndryshe, edhe unë nuk i kam lexuar fare atë etiketën e qeses për sa kohë zihen, nuk e di nëse ka apo s'ka, por ishin më kokër vogël se sa qiqrat që kisha bërë më përpara. Edhe përfundimi është ky. Nuk është përfundimi që prisja dhe që doja, por shpresoj të jenë të ngrënshme. Ta provoj tani, hodha edhe pak limon. U zhgënjeva pak, të them të drejtën. Është shumë nxehta. Të mira që nga po shumë të zjera. Jashtëzakonisht shumë të zjera. Jam gati për t'i ikur nga Maria. Emreja nuk ka dalë akoma nga puna, me shumë mundësi del në orën 5 e ca, nuk e di se kur. Edhe do vi direkt aty. Tani të vesh edhe atletkat edhe të dalë. Shumë vapa. Kam 3 pufa në shtëpi, edhe vendos që sa herë që vesh atletet, ti vesh kështu ullur në dysheme. Ose në këmbë. Raste shumë të ralla janë ato që ulem të pufat. Të ky jo jonje, të ky hiq. Po të partën ulem të këto. Bean bagset. I kam bërë këmë në copë, vesha sandalet e bardha, i lava ato me qira fjalla. I lava me test, sepse ma sugjeroj dikush në Instagram. U bën dritë edhe i vesha të nesërmen, pasi u thanë. Nuk e di pse më vran këmbën, themrën nga mbrapa. Pravën plag. Të dyja. Gati. Po është një vap. Nuk e di që është edhe ora 5 mas dite. Që nga të merë. Si vet? Po gushti? Po shkoj tani të marrë Urbanin. Se jam që klarë nga shtëpia e Marias. Për t'i ku më këmbë edhe shumë vapë, është deke. Nuk përbalojt. Kemi një ndryshim planesh. Emreja doli nga puna, paritur që të vinte Urbani që do merja unë. E tani jam duke e pritur, po flokët e mija si e që me ndurse nga që sa dole nga dushim. Nejse, po thoja. Doli nga puna shpejt edhe jam duke e pritur e men që t'i ikim bashk. Në motor. Janë mira akoma. Drejt edhe freskët. Hihi.
Po bën qerekore që po vonohet. S'ka ardhur akoma. Duket shumë trafik si duket. Leshte mia. Erdi jeta ime. A ver kokoren. Beni mi çekiyorsun? Evet. Röportaj yapalım. Haydi bekliyorlar. Hikaye. Bekliyorlar. Let's Tamam do soru it. sor. Nga Röportaj yapalım. Korça jam. Ha. Hayır sen bana soracaksın ya. Ha, nga je. Motorcu benim. Mirë, nga je. Turqi. Nga Turqia? Po. Aha. Pse ke ardhur në Shqipëri? Sepse I found my best girlfriend. Oh, kuzu. Haydi abi, yep best girlfriend. Buradan yetkililere sesleniyorum. Arnavutluk'ta MotoGP için yarışacak bir motosikletçi yok. Ben Arnavutluğu temsil edebilirim eğer isterlerse. Ben hiçbir şey anlamadım ama tamam sen çevireceksin sonra. Haydi. Ya sabır. Haydi, spät. Do marr Maria në telefon ta pyes nëse ka ndonjë supermarket këtu. Redioni. Na ndjeta? Poshtë jemi. Keni ndonjë market këtu afër? Ha. Ku është marketi? Po prito se do shikojmë një këto një sa bukuri pas keni bërë shi. Shëndetje. Sa e bukur edhe kjo. Ti çfarë do na bësh një? Na tregon na bëj një room, një house tour. House tour. Vetëm sallone. Whisky, bier, raki që kam është në shishe kështu, shishe të shtrenjtë. Baileys, rum, vodka dhe kemi gjë tjetër. Edhe Sheridan si poshtë. Edhe likeri po. Shikoni sa bukur. Nuk e di, ishte kjo kur erdhe më herën e kaluar neve? E kishit varur? Ishte? S'ka qenë tavolina me karigjet, që ka dalë shumë super. Këtë lulen e blen sot. Pasqyra ishte? Se kush po më merr në telefon? Open it! Ape. Na, po jeri. Pasqyrën e kam vendosur këtu te korridori. Këtu është bërë mobilja e këpucëve që o zoti i madh sa bukur ka dalë edhe sa hapësirë ka brenda. Shiko, ka edhe këtu pasqyrë. Edhe i brown. Jam shumë e lumtur. Vetëm se kam bërë një gabim të vogël. Nuk e kisha llogaritur, nuk e kisha matur lartësinë e kësaj prizës, edhe këtu kisha bërë këtë që quhet sirtarin, që nuk hapet për momentin. Por do vi elektricisti, do ta ngrej pak më tepër prizën këtu, edhe do rregullohet çdo gjë. Dhe këto janë gabime që bëhen dhe fiksohen mirë. Anyway, kjo pasqyrë është edhe nga poshtë me qira fjala. Është këtu. Ja, këtu do vendoset një pufkë. Këtu kemi mobiljen e televizorit që u vendos poshtë fare, shumë e madhe me sirtare që të ketë mundësi për magazinim të mirë. Edhe raftet që Maria i ka mbushur me dekore të ndryshme. Shikoni sa cute. Sa cute. Gorda. Edhe këtu një lule. Nice. Televizorin kanë thënë që të ndryshojnë do e marrim më të madh, right? Edhe tavolina e mesit. Këto pasaj ju vej pat herën e kaluar. Unë paljo po të shoni. Do provoj një unë? Peste këtë si kam që është të shtatën këtë. Po këtë më është kollë që të fiksoj ty këshu. Po është gëgja fiksuar. Ja nuska i solli këto. Mbësirat, sneksat që ta mbuk. Ja galova unë, e qova nga 77 që i kështë për maksimumin, unë ja qova 79, tani i vini natë. Provoj njërë me gishtat e mezit. Si të ndryshin të visë gishtat e i shpin. Ha, zvoj. Gjështë të pes? Vo, jo, vol të tim bes. Oh, vdiqe. Era 2 kile.
Amore, sa e qovë 50 më. Sa e ka dhe me të thirura. E ke viste me koka? Si po ti pa thirrur? Ishim do më tishtë. Prit. Ah, 68. Më mirë se Unë jam shumë përfederuar. Elena kështu ha buk gjithmonë. s'është gjë. Do të ma Lot. Ua, duart më të shpejta në perëndim. 84 e çova më shumë prap. Hajde edhe një herë. Prit, daja pritë të karë dhe akoma bon fare në gjajë vërtet. Ah, 30. Anyway. Do you want another finger? Hajde. Ja kalova Redionit. Redioni që është i mërzitur. Hiç. Hiç. Nothing. Ja, sabër! Do të si rekordin tim. İçli köfte. I grew up with this. Po të se, qa është ajo? This is İçli köfte. Qa quhet? Qofte. Me qa? Nuk e di se çfarë është kjo gjëja e mbledhur, është kështu si tip bulgur edhe mish. Aha, njështë të pasë këta. Edhe këtu çka kemi? Pide tjetër. And this is Edhe këtu kemi shalgam, Bunu Arnavut şeylerini söyler misin her yerde Arnavut? letër e lagur. Po t'jo? Shalgam, është ajo me rep që të thash. Kurse unë mora një hamburger. Hamburke. Hajde, pritje. Vodka me Red Bull. Red Bull. Është Grey Goose. Që nga mirë. Që nga mirë. Grey Goose, qa është Grey Goose-i? Frena që do të votë e lira. Kjo është e shtrenjtë? Kjo është shumë smooth, po. Hajde bre. Suar. Zuar. Zora kam ka. Sa shumë pas ke berë, nuk supozoj tjetë sa qereku i asaj gotës? Po unë të një bëjt mirë, nuk e bëj kot. Oh, is it? Bëm pa hila. Like a gay drink. Gay drink, you want more vodka? Ha. A mu da të kapja të këmbët, ha. Sa të dalla. Sa ka ka? Ajde me Elena. Po ikë me nuk jam të sport. Ajde të shime në me të A mu da të ka i të të mirë. E se mërë, shko ti, go, shko, go. 75. Nuk e mban dot. Se mban dot as se mren, jo. Ajde. Përshëndetje. Mi përshëndetje. Hajde. Të para ringut. Don't jump, ha. Ati ojtë. Po kjo e bërë. Hapi këmbët. Ash këm, aq. Në më tjetë. Mbaj e ka. Bajnë do vish për Se s'ma thotë kjo. Sa e mendon vete? Po ja, mos e shtate. O, Danja, mos e lodh kërse nuk e vëndu të s'ka të shtate 5 kg ti tash. Pjesë mund të ambash, po e të bërë squat. Po pra shumë. Het, ha, hajde, ha. Het, Mos lëviz. ha. Ja. What the f... Ullu. Naim! Naim! Okej, hajde. Sulejmanoğlu. Çerek squat jo ke ishte. Emre, ti tani, e ke ti radhën. Ti radhën, het, sik ti. Hajde. What the fuck, bro? Het. Ha, squat. Full squat, full deep. Deep, deeper. Bravo. Bravo, Emre. Bravo. Shumë mirë. Bravo! This is the basic requirement for a man. U rikthyem në fund në shtëpi, ora 11. Dorim edhe ca pas adorshtrimit të Flemë, sepse nesër vendosim që të ikim në pishina, duke qenë se nuk kemi asnjë lloj programi tjetër. Nuk ishim
bërë gjë plan domethënë. Tham të ikim në pishina. The next morning. Good morning! Dhe mirë mëngjesi dhe në Shqip. Flokët e mia janë shumë të pa orientuara. U vesha, u bëra gati, kam veshur këtë fustankë nga Temu. Shqipëri pak sa cute. Një sekond. Ja, ku jemi? Është i shkurtër. Ja. Dhe poshtë kam veshur roba banje të kuqka. Po të shikoni ja bë këtu 100 ripa. Nga robat e banjës edhe nga fustani. Dhe nga këmbë nuk do vesh asgjë tjetër veç shapkave. Nuk do marr shapka tjera. Gjano shtëpi, sa e mi që je. Sa do që vem në për hotele të bukura, në për pishina, për plazhe, më the tash. Kënaqemi, nuk ka si shtëpia. Ha mo? Qa po ben? Po filmoj. Që po ben ti? Tashi, Aha. erdëm në shtëpi. Aha. Shumë i bukur je. Shkuam tek 88 Farm 88, nuk e di se si e ka Farm 88. Ishte i kuqe. shumë i kuqe. Ishte shumë bukur. Më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë. Pastërti, kishte peshira, na sollën peshirat ata vetë. Edhe ushqimi shumë i mirë, pavarësisht se raviolit që mora unë ishin, më duket se ishin me djathë dhije ose dele ose nuk e dhije me shumë mundësi se bie shumë erdhia. Edhe nuk më pëlqejnë, ama gjërat e tjera, për shembull ato që morën dori Elena edhe Emreja, ju pëlqejnë shumë se harova t'ju thosha. Erdhi edhe dori me Elenën. Ishin nisur për të vajtur tjetër vend ata, vetëm pas kur më morën telefon më thanë që po vim edhe ne. Ne sapo kishim arritur. Çfarë do thoya tjetër? Uji i pishinës, përveç se shumë i pastër, ishte jashtëzakonisht i ngrohtë, sikur e kishin hedhur ujë dushi aty brenda në pishinë. Nuk e di pse ishte aq i ngrohtë si ka mundësi. Ishte më ngrohtë brenda në ujë se sa jashtë, domethënë kur dilja jashtë kisha ftohtë se flinte edhe pak herë. Personi 20.000 lekë, më la shumë përshtypje të mirë. Nuk është reklam, domethënë nuk është se jam paguar unë për të thënë përshtypjet e mia, po thjesht kur kam diçka të mirë për të treguar edhe për t'ju sugjeruar, ja u tregoj. Tani, duke qenë se shpesh marr mesazhe në për Instagram më shumë se në YouTube nuk marr dot mesazhe. Si i shtri flokët, me çfarë i shtri, çfarë përdor, ku në nxehtësisë etj. Vendosa që t'ju tregoj se si i shtri unë flokët. Tani, unë flokët i kam shumë të drejta, i kam kështu presh të drejtë kur i thon llafit. Kështu që, ajo që unë përdor është kjo koka e Dysonit, si fillim, për të tharë pjesën më të madhe të flokëve. Dhe pastaj bëj tharjen me këtë kokën tjetër, që është krehri, dhe nuk i bëj absolutisht asgjë tjetër. Më pas në fund fare, vendos edhe këtë vajin e Pharmacy, të Dr. Situna, dhe flokët e mia janë të drejta, sigur i kam shtrirë me pjaster edhe të buta si më ndafshin. Normalisht edhe këtë video do e shikoni të shpejt edhe të prerë copa se nuk mund të rini këtu çerekore duke parë mua se si shtej flokët, por që ky është i gjithë procesi që unë bëj për flokë të drejtë. Se harova t'ju tregoja, përdor këtë shampo që është me birë, edhe përdor këtë finon që e marr tek Glowy Skin për balsam. Pasi mbaroj gjithë larjen. Këta e mbaj shumë pak minuta që është e vizita, nuk e mbaj shumë. Kjo është gjendja e flokëve me 80% 90% tharje. I heqim këtë kokën
Vendos këtë kokën tjetër dhe tani tharjen e flokëve me këtë krehrin unë e bëj me kokë poshtë dhe I jap gjithmonë krehje nga mbrapa përpara që pastaj kur ti ngre flokët të kenë pak më tepër volum. Për shembull, e shikoni tani se si është koka ime, domethënë sa të shtrirahen flokët, do ta shikoni se si do të bëhen pasi ti thaj me këtë. Pesë minuta gjithsej me kokën e parë dhe thjesht 2 minuta me kokën e dytë, 7 minuta për të tharë flokët e mia që janë shumë të dendura, që është e vërteta, por Dysoni mi than shumë herë më shpejt se sa tharëset e tjera. Dhe ja ku jemi, shikojeni pak këtë harkun këtu, se si është rritur volumi, ndërsa për pjesën e vajit që përdor bie një limon, bie shumë të mirë. E ndjej më shumë të nesëmen kur krej flokët, se keni parasysh pasi flej gjumë, ngatrohen flokët etj. Kur I kre, pasi zgjohesh, janë super të buta edhe të lëmuara. Tani ti ka pak flokët se do të vendos eye patches. Ndjem shumë zen sot. Dua të kujdesem për veten. Kështu që do përdor këto snail eye patches që I kam marrë tek Glowy Skin, I keni parë edhe përpara, besoj. Dhe këto kanë 2 mënyra vendosje. Në qoftë se unë I vendos në këtë lloj mënyre, që I vendos më shpesh këtu, jam duke trajtuar crow's feet, që quhen këtu, I shikoni? Quhen crow's feet ose këmbët e sorrës, ndërsa kur e vendos këtë pjesën këtu mrapa dhe këtë pjesën e madhe përpara jam duke trajtuar këto qeskat e syve ose rrafët e zi. Unë përgjithsisht I vendos në këtë mënyrë, siç ju thash, duke qenë se qesh shumë. Kam shumë mimika dhe më duhet që të kujdesem për rrudhat që krijojnë nga mimikat e të qeshurës. Edhe pse nuk e vras shumë mendjen që është e vërteta, sepse janë shenja lumturie. E këto do I mbaj tani për 20 minuta. Ky paketimi ka 60 copë. Unë këto në fakt u bë goxha kohë që I kam marrë, por duke qenë se nuk I përdor në përditshmëri, domethënë jo çdo ditë, nuk I kam mbaruar akoma. Gjithashtu ja provova mamit, ja vendosa një ditë kur erdhi, kur ishim nga shtëpia e vjetër, dhe në momentin që ja hoqa, siç e shikoni këtë shenjën këtu, mamit I kishte ngelur shenjë kuqe në fytyrë, poshtë syve. Që do të thotë I kishte bërë alergji. Ja kisha porositur një pako mamit përpara se ta provonte, dhe duke qenë se I bëri alergji, ma dha mua dhe e kam një pako tjetër pa hapur këtu. Gjatë kohës që I kisha këto vendosur, po më diqnin pjesa këtu poshtë syve, edhe mendova se mos do mishin skuqet e mua, po jo, është thjesht nga dielli që më ka dhënë dielli sot. Që ta kuptoni ju se si gatuan emreja. Këtu janë salcë misër, qërpulla, dollapi I hapur, që unë e kam dekje, dollap tjetër I hapur, që unë e kam mortje, ka prerë këtu domatet, më në fund I futi. Okej, edhe mbylli dhe dollapin. Këtu kemi mishin e grirë, që do e gatuaj emreja. Nuk ka hapur akoma aspiratorin. Dhe bie erë. Aty po skuq salcë speci. Ja ku jemi. Turkish salt që bu. Është salcë turke, kjo e ka bërë jema Emres, na solli një kupë të madhe. Dhe aty kemi të gjitha erëzat e Emres. Po edhe salcë tjetër speci, salcë piperkash. Emreja gatuan shumë mirë për veten e tij, në fakt.
Do mbaroj Emreja tani të gatuari. Dhe unë do pastroj gjithë kuzhinën, do futej në të lavastovili, ato që janë për t'u larë do t'i laj, ato atje do t'i vendosin për vende. Dhe zotëria do hajë. Bravo. Aman, shefi zemrës time. Emreja ka një gjë. Mund të miksoj çdo gjë të mundshme që ka shtëpia dhe e ha. Unë nuk mundesha kur. Nuk dhe beja do të me thënë. Po pse më merr lukë të vogël se marrësh? Niye bunu alıyorsun? Aç şunu. Al şunu. Më ka prishur tenxheret, to tiganet e reja që i blen para ca javësh. I ka prishur se i trazon me lugën që pat. Me lugë normale do me thënë, edhe ka patur raste që ka prerë edhe mishin aty dhe e ka gërvishtur. Çfarë do më kanë? Magic, oha. Bu ne? Sima beri dünyanı. Sa piperi e vogël. O zoti i madh. Mexican. Po, Mexican. Nuk kemi nevojë për fikme. Ne hapim vetë bukën që me dorë. Se ku pëllan robat me dorë. Palimon që shefin. Në lodhi kokën kjo. Sa herë bje. Ja bën një zmetin vetes, ja bën. Nuk është nga ata që thotë gra, qonë bëj buk. Mashallah. Gati? Po, gati. Servis me turshi. Servis me turshi? Servisi. Turshi dhe servisi dish. Serviret me turshi. Kuptova. E nxori dhe shvepsin që i ka si mami nga Greqia, që u fiksua kur ishim vjetë në plazh. Por them unë ja bën yzmetin vetes, s'më besoni ju. Këto janë specat e preferuar të Emrejs. Janë turke, burxhu, janë këto të vocklat fare. Mbaron për këto. I gjeti tek Big Market, me qira fjala, kush ka qef ti provoj. Janë shumë pikante. Ti tregoj pak me blic Emre, se sa ka dirësitur. Një sekund. Shikoni si... Shikoni si ndryshon balli? E shikoni? Nuk është vap, nuk është nxehtë brenda, pavarësisht se kemi mbyllur një çik atë kondicionerin. Është thjesht buka që ai po ha. Unë gope? Të bëftë mirë të lumshin duart. Mos bëj ashtu. Po, çun dirë të bë. Hajde të dalim. Dalim? Për kafe. Benefsani. U bëm gati për të dalë. Unë në fakt kisha veshur fund edhe një bluzë kështu crop, se doja të isha pak e bukur. Po duke qenë se Sultan Emreja vendosi që të vi si gjore, kur thot mami, vendosi të vija kështu si që shikoni, me një bluzë të zezme, të bardhë, të futur brenda në pantallona, shikoni si i ka futur lanan, shikoni. Edhe unë thashe, ti si shpuna, do vishe me roba palestra, edhe ja ku jam. The weather is
835 centigrade degrees. Centigrad degrees mi? Ha. Centigrad degrees me direkt. 835 degrees o zaman. Tamam. Kaskanal. Merë kokore. Çfarë? Merë kokore. Ti ku vejta ashtu një Selenan? Rezil më olgjas. Vishat vetet shpejto. Do ju tregojmë tani një situatë shumë të çuditshme që na ndodhi. Duke ardhur këthe për nga liçeni, nuk e mora kamerën me qira fjala, po filmoj me telefon. Duke ardhur për këthe nga liçeni, ishim ande nga garda aty që është një bank. Ne ecëm drejt edhe thot binjaku im, po i thot në turqisht, dhe unë mendova se mos tha binjakë, do me thënë 2 djem binjakë, se po kalonin aty afër. Edhe tha e pe, thash unë, jo nuk e pashi, thash. Edhe bëri rrethin edhe u kthy që të shkonim të shikonim atë djalin që Emreja tha binjaku im. Dhe kur i kaluam nga afër, pastaj i kaluam edhe kështu përballë, ishte fiks. Modeli flokëve, njekra, profili fiks me syze, edhe mënyra e veshjes, do me thënë stili i veshjes, u shastisëm të dy. Edhe Emreja tani nuk pushon, i ka ngelu në mendje, thot gjeta binjakun tim në Shqipëri, Unë i thash qëndroj që të bëjmë fotografi që ta kesh, edhe thot qa fotografie, si do t'i themi neve ati prit të bëj fotografi, do t'i thoshe unë. Gjarë fiks me të dashurin tim, do të thosh aty ishen që kokoren ti. Edhe do ishte kokoren Emreja, edhe të tregon të vetën e ti që ishte fiks. Ose do t'i tregonim me të ndonjë fotografi që së tash i janë rritur flokët, që i kishte flokët me të njëjtin model si ai. S'donte. Thjesht e ka në mendje tani edhe ri edhe binjaku im thot. Si gjeta unë binjakun tim në Shqipëri. Apo jo? Po. Kam sa Aleksia që sa e që ti thon apo jo të thot po. İkizim ne yapıyor acaba şu an? S'nombi mirë dita e sotme, fatkeqësisht, pse do thoni ju? Sepse shkuam te liçeni, edhe parkojmë motorin atje ku e parkojmë zakonisht, që është hyrja e liçenit. Dhe vjen një djalë dhe i thotë Emrejs lëvizet motorin, çoje te vendi aty, tha ja ku e ke atje vendi për të parkuar, ku ka edhe motorat të tjerë, se këtu ka taksi, tha, edhe vinë parkojnë makinat. Vete parkon Emreja, ikim ne, bëjmë qefin ton si qepat. Ku kthehemi, shikon Emreja një fletë mbi ato xhamin. Po kjo ç'është, sa e nxori fletën, sa e kapi me dorë, mos thashun gjob. Na vun 10.000 lekë gjob për parkim në trotuar, mbi trotuar. Edhe më vinte plasja se nuk e gjetëm dot atë djalin që na tha shko parkoni atje. Se tani në qoftë se ti je dikush që ri aty, edhe drejton të tjerët shko parko këtu, shko parko atje, i bie që e di shumë i që ka gjoba në qoftë se parkon aty ku parkuam ne. Pse na orientove që të parkojmë atje? Plasja, mas e gjetëm. Nuk e gjetëm, se po ta kisha gjetur, do t'i kisha thënë ma jep që ka të 10 në gjobës që më kanë bërë mua këtu. Urgjent. Do beja të madhe. Si ishte? Shpëtoj. Kështu mbyllet dita jonë. Ngjarje sot. But anyway, me kaq do e mbyll edhe unë videon. Kështu që ju e dini, mos harroni të bëni subscribe, like, share, comment, të më ndiqni në Instagram dhe bashkë do të shihemi në videon e radhës. Ju pu dhe ju përshakoj të gjithëve. Bye!